Në një kohë kur kursimet janë kthyer në fjalën kyçe të çdo familje, duket se një prej mënyrave më të sigurta për të investuar ato, po humbet shkëlqimin e dikurshëm. Sipas të dhënave nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në vitin 2025 interesi i individëve për të blerë bonothesari dhe obligacione ka rënë ndjeshëm. Vetëm deri në shtator janë regjistruar 5875 transakcione, rreth 25% më pak se një vit më parë. Edhe shuma investuar ka zbritur në 19.3 miliard lek nga 23 miliard lek që ishte në nëntëmujorin e kaluar. Arsye kryesore është që progresivisht Shqipëria ka bonothesari që remunerojnë ose kthejnë para gjithmonë më pak. E thënë ndryshe, normat e interesit janë ulur. Kjo për ekonominë është një shenjë mirë dhe për bilancin e shtetit shqiptar, sepse borxhi publik në raport me prodhimin e brendshëm bruto vijon të ulet. Por nga ana tjetër, kur ke sa më pak borxhe, je një klient sa më i besueshëm. Edhe pse investitorët individual vazhdojnë të dominojnë tregun e titujve me gati 98% të transaksioneve, duket se ata po kërkojnë horizonte të reja për kursimet e tyre. Alternativat janë fondet e investimeve, siç janë fondet e pensioneve, siç janë fondet e përbashkëta të investimeve dhe investime në obligacione të tjera të kompanive private që shpeshherë edhe ato bën me ndërmjetësim, por që kanë një risk më të lartë. Si dhe investimi në bursa ndërkombëtare. Ne si shqiptar kemi tendencën që t'i futemi dhe t'i hedhim lekët tona, sidomos për gjërat që nuk njohim. Kështu ka ndodhur dhe në 97-ën me firmat piramidale që thoshin ishin shoqëri rentiere. Një tjetër formë e re që po preferohet nga grupmoshat e reja si instrument investimi është dhe tregu i kriptomonedhave. AMF-ja ka paralajmëruar një draft të ri ligjor për këtë treg për të bërë të mundur në mënyrë ligjore shitblerjen e tyre.